Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falëndrimet, adhurimet tona të kënë Allahu azza wa jall. Nëse paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen, shokët dhe të gjitha ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër të nderuar, në takimin e fundit kemi marrë një rrëfim të radhës, një tregim interesant nga rrëfimet e shumta që na i ka përcjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga e kaluara. Dhe kemi përmendur se në gjitha këto rrëfime ka dobi, ka përfitime, përvoja të rëndësishme për neve si musliman. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë arsye dhe na i ka përcjell dhe na i ka transmetuar këto rrëfime që të përfitojmë nga ajo që ka ndodhur të kaluarën, që të kuptojmë ligjet e Zotit xhalla xhelaluhu në krijesat e tij, që të kuptojmë se si funksionon kjo botë. Në bazë të shkafit dikush ngritet dhe në bazë të shkafit dikush ulet. Dhe si ka mundësi të përfitohet nga begatitë e Allahut azza xal, si të ruhemi nga dënimi i tij. Gjitha këto mund të përfitohen nga njohja e tregimeve të së kaluarës se si ka funksionuar ligji i Allahut xhalla xhelaluhu në këto krijesa. Dhe kemi përmendur rastin e 3 personave të cilët kanë qenë të sprovuar me smundje dhe varfëri, e pastaj Allahu xhallahu ala ka dëshiruar dhe ka dashur me i sprovu me diçka tjetër. Kësaj rredhe me i sprovu me begati. Herën e parë kishte sprovuar me smundje dhe varfëri, e tash do me i sprovu me begati dhe mirësi. Dhe nga rasti që kemi përmend del në shesh qarta se ka shumë njerëz që bëjnë sabër në vështirësi, mirë po nuk e kanë të njëjtin sabër edhe në begati dhe në mirësi. Prandaj kur janë në vështirësi, kur janë në sprova të ndryshme, i kthehen Allahut azza wa jall, i përulën atij, luten, kërkojnë zgjidhje, mundohen që të jenë të devotshëm e kështu me radhë, por në momentin kur Allahu xhallahu u hap dunjan, pasurinë, shëndetin, mirësitë, e harrojnë Allahu xhallahu, e harrojnë xhamin, e harrojnë gjendën sikur se ka qenë, madje bën edhe arrogant këtë drejtim duke mohuar se këto begati janë për Allahu xhallahu xhelalu, por këmbgulin se janë për tyre. Andaj dobia e radhës që do ta përmendni sot në vazhdimsi me dobitë e së kaluarës është se në këtë tregim kemi një dëshmi të qartë se çysh ka mundësi dikush të ruan begati që Allahu ja ka dhënë, edhe cila është rruga më e shpejtë për me i humbë begatit. Çdo njeri ato të mira që i ka, mundohet me i rujt. Prandaj edhe njerëzit sot për shembull mundohen që me vendosë të parat në përvende që janë të sigurta, që janë, domethënë, me garancion e kështu me radhë, mundohet me pas për shembull shtëpinë në një vend ku ka siguri. Njeriu gjithmonë nga natyra e tij e synon sigurinë. Dhe njeriu nga natyra e tij ik nga çdo gjë që e rrezikon pasurinë, e rrezikon jetën e tij e kështu me radhë. Cila është mënyra më e drejtë dhe më efikase dhe më e sigurt për me i rujt begatit tona që i kemi, çfarë do qofshin ato? Ky rast na tregon se mënyra më efikase dhe më e sigurt për ruajtjen e gjitha begative është falënderimi ndaj Allahut azza wa jall. Allahun me falënderu për të mirat që na i ka dhënë. Çdo begati që ka lënë për procesin e falënderimit ndaj Allahut xhallahu ala, sigurohet se ruhet dhe shtohet. Andaj kaloj këtë begatit në për procesin e falënderimit. Çka nën kupton ky proces i falënderimit? Cili është ky proces? Dietarët e kanë përmend se begatia për ta plotësuar procesin e falënderimit duhet me kalon për 3 faza, 3 etapa. E para është ta ndihen nga thellësia e zemrës se kjo begati është veç për Zotin. As se kanë meritu, as se kanë fitu, po Allahu na ka dhënë. Nga se ka mujt mos më na dhon, edhe s'na ka shkuar padrejsi. Çdo begati që Allah na ka privuar nga ato, nuk na ka bëu padrejsi. Çdo sa që na mungon neve, ana ka bëu Allahu padrejsi pse na ka dhënë ju. Nga se edhe këtë që e kena me ne marr, opet ai me drejtsinë synon neve ato. Nga se as piksojnë nuk e meritojmë realisht. Se nuk kemi marrëveshje me Allahun xhallahu xhelalu që ai të na jap neve. Ne jemi krijesa që i përulim atij dhe i nënshtrojmë ligjet e tij. Pra në çdo begati që Allah na ka dhënë, e ndim nga thellësia e zemrës që ai na e ka dhënë nga mirësia e tij. Jo pse ai ka pas obligim të na jap neve këtë begati. Kjo është faza e parë e falënderimit. Faza e dytë është që këtë që ndim me zemrën tonë dhe ndim nga thellësia e shpirtit tonë ta publikojmë haptas me gjuhën tonë.
Dhe themi po elhamdulillah, Allahu më ka dhënë. Mos ishte Allahu xhalla xhelalu, kjo begati nuk do të ishte. Ai më ka begatu, ai më ka dhënë. Sa më tepër e përmendim Allahu xhalla xhelalu në kuadër begative, më tepër i mirënjohës ndaj kësaj begatie. Dhe procesi i fundit i falëndrimit dhe i rëndësishëm gjithashtu për të plotësuar procesi i falëndrimit është që begatin që Allahu ta ka dhënë ta shfrytëzosh në kuadër të kënaqësisë së tij. Sikurse don Allahu xhallahu ala. Prandaj sa begati Allah na i ka dhënë, ndoshta nuk shfrytëzohen gjithmonë në përputhje me ata që Allah e don. A e përdorim në begatin e gjuhës gjithmonë si don Allahu xhallahu ala apo nganjëherë keq përdoret gjuha, duke përgoju, duke bardh fjalë, duke shpif, zot na rujt, duke folur ato që nuk na përket e kështu me radhë. Ose begatin e syve, ose begatin e veshëve, ose begati të tjera që Allah na ka dhënë për të na i rujt Zoti xhallahu ala. Dhe për në shtu begatit, duhet që ato të ngjyrosen me ngjyrimin e mirënjohjes dhe falënderimit. Pra nëse Allahun e falenderojmë, Allahu te baraka o taala ka garantuar se na i ruan begatit dhe i shton. Sikurse Allahu thot: "La in shakartum la azidannakum." Nëse falenderoni, gjithsesi do t'u ashtoj begatit. Wa la in kafartum, nëse mohani, e mohimi çka nuk kupton? Mohimi nuk kupton gjithashtu përfshirin këto tri etapa. Ose me zemër se ndin, jo, Zoti më ka thonë, po, edhe më lodh bagë shumë, më munua kështu me radhë. E sa herë lodhës të ka begatia? Na lodhemi se duhet më marr sebepet, na duhet më mundu. Mirë po, në fundit, ajo vije me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu. Ose me gjuhë, me thonë, sikurse ka thonë ky, 2 vjet si këtij rasti, çka ka thonë? Na lodh për këtë punë, babgjysh, të punua, të lodh tash këtu me marr për zgjashme, apo as me gjuhë se ka folur Allahu xhalla xhelaluhu. Edhe gjithashtu edhe begatit si kanë përdorur ku Allahu don, andaj kanë mohu. E Allah thotë: "Ula in kafartum", çose mohani, inna adhabi lashadid, ata dënimi jam është i rrapt. Allahu xhallahu ala bën që nganjëherë njerëzit me çat begati Allahu më dënuar. Çat begati me kon sherr për ta. Prandaj nëse do na mirut begatit, këtë begati, çfarë do qoftë ato? Duhet me rujt duke e falëruar Allahun xhallahu ala për to. Prandaj këta dy kanë humbë begatit, keq që kanë pas veç për shkak se nuk falënderuan. Dhe i treti fitoi dhe i ruajti gjithë ato begatit për shkak se falënderoi. Nga se po është e vërtet se ai dy të partë nuk dhan nga pasuria e tyre. E për shkaku kryesor i shkatrimit nuk ishte mosdhënia. Për shkaku kryesor i pasurisë ishte gënjeshtra. Se kanë rrajt. Andaj Meleku tha: "Ka'anni a'rifuk", po më duket që po të njeh ty. "Alam takun abrasan", a nuk e kon njëri që e kon vismut pilkura? E Allahu të ka shkruar: "Jo, më çfarë kurrë më kon." A jeti që i fukara që s'ke pas kurrë? Jo, më shumë kone, tu ka përziti. Unë gjithë kum pas. Kon in kunt kadhiban. Meleku tha: "Nëse je tu rrajt, fa sayyaraka Allahu kama kunt." Allahu të bëvë ç'e kon. Prandaj pasojë e rrimit pasurisë ishte fillimisht mosnjohja e begatisë ndaj Allahu xhallahu ala. Mohimi i falëndrimit ndaj Zotit xhallahu ala. Kjo është katroj. Dobi e dytë që nxirrim për kësaj në këtë takim sot është se subhanallahu, mëkati e sjell mëkatin, sikurse adhurimi e sjell adhurimin. Puna e mirë e sjell punë e mirë dhe puna e keqe e sjell punë e keqe. Andaj nganjëherë na mendojmë se një gjuna është i vogël, çfarë bëu thjesht, nuk është nganjëherë thjeshtësia e gjunait në vetë gjunain. Apo shëmtimi i gjunait në vetë gjunait. Po nganjëherë shëmtimi i gjunait është më i madh nga sa ai tërhiq gjuna të tjera. E para ja hub një turpin para Allahu xhallahu ala. Edhe kur hub marrja bën njëri punë këqija. Pastaj ja hub turpin për njerëzve, njëri ka problem herën e parë dytë për njerëzve. Apo kur të mësojnë njerëzve, si thot kush kur gjë, tani me thjeshtësi bën keq. Nga si ka hub turpin për njerëzve. Pastaj ajo e keqe s'ka çfarë pas një të keqe tjetër. Pra kjo është e keqja e gjunave, se vjen në zinxhirore. Andaj këto dy të parë, shiko, fillimisht gjunai tyne i parë ishte kooperacia. Ju dhim malli me adhon fukaras. Andaj në çka i shpio kooperacia nga gënjeshtër, me rrajt. Ka sa ata s'kishin nevojë me rrajt. Njeriu kuptohet për shembull kur është situata të vështira, nën presion, nën dhunë, gënjen. Pavarësisht ta bën as bën të tërmësirë, të çështë është kjo. Mirë po, e ka një farë arsyetimi nën dhunë, nën presion rën. Këta s'patën presion. Ai nuk janë me ushtrimi o marr parët, as pasurinë, ishte i varfër edhe i dopt.
Andaj nuk patën kufar arsye me rrejt. Për çfarë ndodhi, pse rrejtën? Pse gënjyen? Për shkak se e bën një gjuna të parë. Kooperacia i ka shpi tek gënjeshtra. E gënjeshtra pastaj i ka shpi tek punë të këqija që Allahu xhallahu ua ka shkatruar pasurinë. Prandaj duhet më rujt. Nuk është thjesht ai se kjo gjuna i vogël apo. Nuk është çështja tek gjuna i vogël, por tek çështja tek çka sill kjo gjuna tjetër i vogël pasaj. Nëse këto është shkëmbëtur sinqerore. Andaj edhe puna e mirë, e sill punë e mirë. Njëri kur vjen në xhamia, ka bënë punë mirë po. Këtu pastaj e përmend Allahu xhallahu ala, dikujt i jap selam, shikon një grumbull punë mirë apo apo. Dhe puna e mirë sill punë e mirë. Nëse puna e keqe sill punën e keqe. Kjo është dobi e rëndësishme që e kuptojmë nga ky rast. Dobi tjetër e rrallës që nxjerrim këtu të nderuar është se shumë njerëz gabojnë në mënyrën e të kuptuarit të dashurisë së Allahut azza wa jall. Kan Allahu e don e kan Allahu nuk e don. Kush përfiton nga dashuria e Allahut xhallahu ala, kush nuk përfiton. Njerëzit mendojnë se për shembull, se nëse Allahu xhallahu ala dikon e ka begatu, për shembull i ka dhënë shëndet, i ka dhënë pasuri, i ka dhënë mirësi, i ka dhënë autoritet, e çto Allahu po dike. Ndërsa nëse dikujt Allahu si ka dhënë këto të mira, e ka sprovu, kush e ka bëu këtë Zoti që Allahu s'pelemi qel syt apo. Njerëzit shumë mendojnë, nuk ka kështu. Sa njerëz Allahu xhallahu ka sprovu, por Allah i don ata njerëz, andaj i ka sprovu. Sikur se ka thënë pejgamberi, "Ashaddu an-nasi balan al-anbiya." Njerëz që më shumë të sprovojnë pejgamberin e Allahut xhallahu ala. Thumma al-amthal fal-amthal. Pastaj ata që janë më të afërt e më të afërt. Që nuk është që na e dëshojmë sprovon, por nuk matet dashuria e dikujt. Dashuria e Allahut ndaj dikujt, dhe afërsia e dikujt me Allahun, dhe mirësia e dikujt nuk matet me gjërat e kësaj bote. Qase kjo botë nuk është kriter për këtë punë. Kjo botë nuk është kriter për këtë punë. Prandaj edhe atyre që u ka jep Allahu xhallahu ala mirësie, fuqie, begati, zëmon që i don. E kur e dim a don Allahu xhallahu ala? Nuk e dim përmes parave, pra, nuk e dim përmes shëndetit, e përmes shkafit e dim përmes fesë. Nëse Allah na ka udhëzimin, na ka shahadetin la ilaha illa Muhammadur Rasulullah, na ka Kur'an, na ka namaz, na ka xhamin, na ka agjërimin. Kjo është ai se Allahu po don. Se këto Allahu s'jap gjithë kujt. Nëse kjo është begati e shtrajt, i japet vetëm atyre të cilët Allahu sheh në zemrat e tyre një lloj merite për këtë çështje. Prandaj mirësia e fesë, begatia e adhurimit ndaj Allahut xhallahu ala është kriter që vlerësohet në bazë të saj kanë Allahu don e kanë Allahu nuk e don. E jo sprovat e ndryshme. Por nëse njeriu e ka veprimtarinë e keqe, bën gjuna, bën zullum, dhe Allahu xhallahu ala e sprovon, kjo është dënim për to. Nëse Allah e ka thënë dikujt të sprov, e ka thënë smundjen për shembull, e ka thënë varfrin, ka thënë Allah i sprovash. Dhe ai në bazë të kësaj sprove bëhet edhe më i devotshëm. Edhe më tepër Allahun e falënderoj. Kjo është e mirë se Allahu po don. Qase kjo botë është e shkurt. Apo për shembull nëse dikush smuret, Allahu na ruaj nga smundja, i shëroft smundit ton. Nëse dikush smuret me një smundje tron, në javë vetëm me bëmë zgjat smundja. Për shembull, ëmbëlsirën e shëndetit që ka pas që 30 vjet, 40, 50, a shkon? Po i duket që kurrë s'në shkon. Nga ngarkesa e madhe e smundjes. Ose dikush për shembull që gjithmonë i ka pas punë mirë, ka hongër mirë, ka pi mirë, vesh mirë, ka shetit, këtë i ka pas mirë. Për moment caktuar sprovohet, i humb këto. A ndin mua ato të kalumën, thosë s'ka qenë kurrë. Thosë kurrë s'u kënaq. Kjo është dunjaja. Apo një ditë e saj të bën mi harru 100 vjet e saj. Në mirësi edhe në sprovë kështu më radh. Prandaj nuk duhet njëri në këtë botë me u lidh, në këtë botë me lidh lumturinë e tij kështu më radh. Nëse duhet me lidh gjitha këto gjëra me adhurimin ndaj Allahut xhallahu ala. Prandaj sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yu'ti ad-dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah jap këtë dunja, jap këtë botë, atij që don Allahu, atij që s'don Allahu. Sa ka njerëz që mohojnë Allahun xhallahu ala, Allah jo ka qenë thot. Po kjo s'është se dashurisë. Me këtë kujt Allahu xhallahu ala ja ka shtuar begatit. Dhe nuk është përmirësu kualiteti i raportit me Allahun xhallahu ala, por ka mbet mëkatar, e ka mbet mohues, dije se me këtë begati Allahu po don li yu'adhibahum biha fil hayat ad-dunya. Allah don fillimisht me i dënuar në këtë botë,
edhe me dënuar me tonë ahiret apo. Prandaj ne duhet me shiku pozicionin ton se çysh jemi tek Allahu xhallahu ala në raport me adhurimin ndaj tij. Sikur se ka thonë Ibn Jauzi rahimullah, idha aradta an ta'rifa maqamak fanzur fi ma aqamak. Kjo fjalë shumë e madhe që ka Ibn Jauzi. Nëse dëshiron me e ditë pozitën tek Allahu, atëherë shikon me çka të ka angazhuar Allahu. Nëse Allahu xhallahu ala të ka angazhuar me adhurim ndaj tij, me namaz, me përmendje ndaj tij, të kapni pozitë nalt, sikur se ti për shembull në kësaj bote. E ki një shok i cili ose keni të afërm ose ku e diçka, e ki edhe i është dhënë mundësia me koni pozitë nalt, që ka mundësi, domthonë ka një firmë të madhe, ka një fabrikë të madhe, ka diçka të madhe që mund me të punësu. Apo edhe tash domthonë unë të kam jaran ty, jena konë gjithë shok, tash që mu ka mundësia, du me të punësu. Ti në bazë të kaluarës mënën se këtë bënë dikon shef reparti, të bënë përgjezë i shka, se që ashtu të pozita. Apo edhe i thot, ku mbun jetë me të bëhë pastruz, valla. Tash që ka që vlidhën i për ty ti pastruz me bëhë që sojemi, apo në bazë me qka tja pun, e kuptan se sa vlen ti për ta. Andaj, në që se Allah të ka punësu në adhurim dhe i ti, se dhe kjo është punësim, që Allah të pagun për të ka punësu me konë rabitit, të ka punësu me konë ai që përmend Allah në xhallahu ala, të ka punësu me qenë ai që e falë namazin, atër dhije se Allah të ka dhënë punën më të ndershme. Ka se që kjo është puna e pejgamberëve. Puna e njerëzve më të mirë në fytyrën e tokës ka qenë adhurimi ndaj Allahut azza wa jalla. Falëndrimi ndaj tij. Për këtë arsye të ndëruar, ajo që ju ka Allahu këtyre dyve të parëve, apo ju ka shumë, po s'mund që i ka dashur. Ka se shika, kanë devijuar më njëherë. Prandaj dhënia dhe mosdhënia kësaj bote nuk janë kritere vendimtare që vendosin a don Allahu dikon apo nuk don Allahu dikon. Po mund shërbemi pastaj me këto në bazë të një kriteri tjetër, por jo që ky tjetër kriteri vendimtar. Pra nuk duhet një mu dëshpëru shumë qëse nuk i vend diçka për dunjaja, po duhet mu dëshpëru qëse nuk i vend diçka për feje, qëse për shembull nuk e ki, nuk përmirësohet kvaliteti i namazit tënd, i adhurimit tënd, kjo duhet të na brengos. Pse s'po jemi më të pasur në fe? Pse nuk jemi më të pasur në adhurim te Allahu xhallahu ala? Kjo është ajo që më tepër e shqetëson besimtarin, ndërsa çështja e dunjas po erdhi alhamdulillah, dim ku më shuzu, po nuk ka të bëna sabër, edhe mundon me bëj hajër dhe me bëj mirë. Angazhohemi, mirë po, nuk duhet jetën komplet njëri me dhon, apo për me arrit dunjan nga se kur kush se ka arrit deri sa atë. Kur kush ka mund këtë dunjan me zaptuar, as nasun e zaptojmë. Andaj çka ka thënë pejgamberi sa i mjafton njëri disa kafshata që e ngin barkun e tij dhe ec pe kësaj bote apo. Edhe pse pasuria nuk është haram për besimtarin. Ka pas nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë pas pasuri që sot po të ishin, do të ishin miliarderët e botës. E lërë mund atë vakt atë. Sot po të ishin, do të ishin miliarderët e botës. Po kjo se u kanë gjendën kur patën, alhamdulillah, adhurues ndaj Allahut, nuk patën, o pat adhurues ndaj Allahut xhallahu ala. Dua të them që pasuria dhe varfëria nuk duhet të ndikon në raportin me Allahun xhallahu ala. Qase Zoti mbetet Zoti, Allahu mbet i adhuruar jon, patëm apo nuk patëm, kam të shëndetshëm apo nuk kam të shëndetshëm. Nuk duhet Allahun me adhuru, domethënë me kushte, sikurse ka përmend Allah për një kategori njerëzve, wa min nasi men ya'budullah ala harf. Ka njerëz që e adhurojnë Allahun xhallahu ala qysh në të. Apo në të, qysh në të? Ai çto, halas i ka vendosur kom që duhet në fenë Allahut azza xhel. E çfarë bën ai? Ai rrin i hamendur. In asabathu sarra, nëse vjen e mira, thotë, ku ka fe e mirë, që si isha më fal, si po shkoj në xhami, si po ngjinoj, që edhe Zoti më çeli u, edhe ush nosh as po më dham kon, apo nëse i vjen kështu e mira, vazhdon matutje. Por nëse si vjen, janë nis më fal, janë nis më xheru, e lën një haram për shembull, thotë çe, e ngova hoxhën më mur në qaf, ke çapata i hupa, apo edhe e lën namazin. Nuk duhet besoj kështu me kon. Adhurimi ndaj Allahut xhallahu nuk kur a shton bindjen e besimtarit dhe besimin në Allahun diç për kësaj dunjaje? Jo, nuk gëzon kështu me lidh punën. Asa Allahu xhallahu ala kur të sprovon dhe kjo sprov të kalit dhe të bën të fuqishëm fenë Allahut azhjel, kjo është ajo që duhet besimtari me esinu. Pastaj dunjaja po erdh, na dim ku më shëzuar alhamdulillah. Miliardët me i pas muslimani din ku më i quaftë. Por edhe nëse nuk ka din që me adhuru Allahun xhallahu ala. Qase ne adhurojmë Allahun xhallahu ala në lehtësi dhe në vështirësi. Edhe pse lehtësimet
dhe shëndeti janë më dashna për neve se vështirësitë, nga si me njerëz dopt. Po nuk e favorizojmë vështirësinë ndaj lehtësisë. Nëse lehtësia është për neve më e rahatshme, më komode. Mi po nëse vjen vështirësia, a duhet kjo të prek në bazat dhe rrënjë të besimit? Absolutisht. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, krijesa më e dashur në Allah xhallahu ala, nuk ka pas shumë nga kjo dunia sikur se dini. Ka vdek sallallahu alaihi wasallam dhe në shtëpinë e tij nuk është gjetur një pasuri e theksuar, përveç se do të thotë një pazmore që ka pas edhe ka qenë peng për shkak burrë që ka pas e kështu me radhë. Nga sa Allahu xhallahu ala e ka mundsuar që nëse dëshon më ia shndrua dhe kodrat e Uhudit në arë, ka mundsi. Mirë, ka preferuar që të jetë rob e dërguar i Allahut azza xal. Gjithashtu për dobi që nxjerrim këtu të ndëruar është se Allahu xhallahu xhelalu është ai që e ka në dorë shërimin e dikujt edhe ka në dorë smundjen. Prandaj Allahu xhallahu ala i sprovon njerëz nga një me disa smundje që për njerëz janë të pashërueshme, që ata të këndellën, që ata të vëdësohen, që ata të thënë tek Allahu xhallahu ala. Përndryshe ka ilaç. Ma anzala Allahu min da'in illa anzala lahu dawa'an. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka smundje që s'ka ilaç, s'ka. Nuk ka smundje që Allah e ka zbrit e që nuk ka ilaç. Mi po e din kush e din e nuk e din kush nuk e din. Prandaj Allah nganjëherë e vonon ilaçin që njerëzit ta zbulojnë, që njerëzit ti edukon përmes asaj smundje. Pa e sa është prap amoraliteti, sa është prap e keqja, është prap me të madhe smundje shumë sikur se ai si e kështu me radhë. Edhe pat njerëz nuk marrin vesh. O pat nuk kuptojnë se kjo është rrugë e keqe, është rrugë e dytë, e fleshtë, që duhet me ikë prej saj. Andaj vonohet ilaçi. I dëran gjeneratat, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, khamsun idha btulitum bihinna, 5 gjëra, nëse sprovoheni me to, e lus Allahun që mos sprovoheni. Ka thënë për muhaxhirët dhe ansart. Një prej tyre nuk përhapet amoralitetin në shoqëri e që mos përhapen ta disa smundje që s'kan qenë para tyre. Smundje treja që nuk kanë ekzistuar. Pse? Dënim nga Allahu xhallahu ala. Përndryshe Allahu është i gjithmoshëm për çdo gjë. Shikoj ky njeri. Para mëna ka pas smundje kurrës që sot edhe sot është e pashërueshme. Apo me leku që ka fërkuar dhe ka shëruar. Por Allahu është lehtë kjo punë. Prandaj njeriu që është i smut, mos zgënjehet kurr, mos thotë çka, po lidhet me Allahun azza xal. Wallahi s'ka smundje, edhe pse është për medicinë e pashërueshme, edhe pse mund të jetë e rëndë e gjitha, për Allahun ka rënd. Nuk ka rënd. Allah është shafi. Një nga emrat e Allahut është shëruesi, ai që jep shërimin. Prandaj ne duhet që të ndjekim rrugën e mjekimit dhe shërimit. Ato që është e njohur sot, të marrim medikamente, të kontrollojmë te mjeku. Mirë po, gjitha këto të jenë në kuadër të sebepeve, shkaqeve, ndërsa shëruesi real dhe i vërtet që atij dorëzohemi nuk është mjeku, por është Allahu xhalla xhelaluhu. Ka që sa ka ndodhur që një mjek, një pacient është shëruar përmes tij, edhe i tjerë u ndek. Po të ishte mjeku shëruesi, krejt kishte më shëruar. Apo sa njerëz e kanë përdorur njëjtin medikament, po njëri ka vdek e tjetri ka mbet gjallë dhe ka vazhduar. Po të ishte medikamenti vendimtar në shërim, do të ishte efikas për të gjithë. E pse dikush desë, dikush mbetet gjallë? Për shkak se ai që vendos për shërimin e dikujt nuk është ilaçi, as nuk është mjeku, por është Zoti i mjekut. Ai vendos. Prandaj nuk duhet të dorëzohemi mjekut edhe hapave. Ato duhet të përdorojmë sebeb. Po dorëzimi jon, mbështetja jon duhet të jetë në Allahu xhallahu ala. Aty ti mbështetem me të jemi të bindur se Allahu te baraka ve taala është ai i cili shëron. Dhe ai vendos kur kena mushëruna, dhe ai vendos kur të largohet smundja, ai vendos çdo gjë. Prandaj robi kërkon prej tij, prej Allahut azza xal. Dhe për Allahun xhallahu ala sigurisht është e lehtë vallahi, smundja rona i shëron lehtë. Sikur se ka ndodhur me Ejubin alayhis salam. Ejubi alayhis salam pejgamberi i njohur i Allahut azza xal. 18 vite i sprovuar me sprovë ndryshme që këtë mjek të botës më ubo e këshim pas problem me trajturasën e ti. Çfarë i ka thënë Allah xhallahu ala? Urkut birijlik, ngritë këmbën edhe mshej tokës aftën. Uji që del, laju me te. Edhe si është la, është rru. Kejtë që ka pasu ka largu aftën. Allah është letë. Ose shërën dikën me sebeb, mere ujtë, mere këtë dhikër, bëne këtë dua, ose thot kun feje kun. Shërahu edhe shëruhet. Hiq pa kur gjë. Për Allah xhallahu ala ka lënë krahas asaj që njerëzit e përdorin nga medikamente ndryshme, ka lënë edhe ilaçe të tjerë që njerëzit fatkeqësisht nuk i përdorin shumë.
A nuk është Kurani ilaç? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë është anku dikush nga familja e tij, se i dham dikun, ja ka këndu surën Falaq ka surën Nas. I ka mësuar që me Kur'an mu lidh. Ani përdore ilaçin, përdore hapin, po këndoj surën Fatiha. Çtë dorën ku dham, kënaq surën Fatiha. Kënaq vetë kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Kërkan ndihmën e Allahut. Shikoj pejgamberi sa thonë që na ka mësuar lutjet për smundje. Allahumma rabban nas, adhhibil ba's, ishfi anta shafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma Allahu jam, rabban nas, zoti njerëzve, adhhibil ba's, largoje dhimbjen. Ishfi, shëram, shifa'an la yughadiru saqama. Shëram një shërim që s'kthej smundja më kurr, që rënjëse komplet smundjen. Kësi duan nga kam su pejgamberi sasëm. E këto nuk jeni ilaç që të mi përdor? Edhe këto jeni ilaç. Përdore medikamentin, pi hapin, po edhe këtë thuje. Lutë Allah në xhallahu ala nga se Allah është shëruesi. Wallahi Allah ka mundësi me shëru dikan nga kanceri. Që këtë botat nuk është rënë, Allah në xhallahu ala ja qenë një sebeb që çuditësh. Sikur se ka pas raste të shumta që dikush është shëruar për shkak me sadaka. Sot medicina këto si pranon, apo po këto në reale. Njëri ka pas të ngushtuara kanalet e zemrës, edhe ka caktu operacion me bo, të vështirë, me pasoja trona nështë edhe fatale, o shpim vendin e vetë, rasti kemi si këtisa, rasti vërtit i kësaj kohë ka ndodhë, e shumë të dira që i përmendën, e ka pa një gru dvej kujdestare 6 vajzave e ti me duke kërku tek bërlogu dhe mbetunet e një mishtore, që të merë një mish, një asht me ma, një kock, apo me e gry mish në saj, edhe me obo qikave të saj një lloj supe, që s'pa ku ertë mishit kaptër. Kër e ka pa ato, ka thonë, qëka e të bu kështu? Unim një gruj e vej, s'kam burri, kam 6 vajze e time. Marë qështu ka pak pej kockave që ka muj me nëzirë për mjau, dhonë fëmijët, një pak erë mishi mës me lakmuave. Qëfar thot kë njeri? Thot misha, ka qenë njeri me mundësi. I thot misha gjijut, pejsat e kësa dite, apo një vjet me radhë. Marrveshje fillestare fillimisht. Kjo gru vjen çdo 2-3 ditë i jap mirë sot ka nevojë apo. Edhe ajo gruaja që ndur ka qenë thotë, o Zot, çysh më çliroj ki mu edhe të çliroj këta. Ja ka çliruar Allah xhallahu ala kanalet e ngushtuara të zemrës. Kur ka shku me bë kontrollin e fundit për me hyrë në operacion ka thonë diçka s'është në rregull apo. Pse? Thotë nga s'është ngushtuar me mua apo. Ku e shëruaj çka ke bë? E ka shëruar ai që është shëruesi apo. Andaj sadakaja minimu të varfit është pjesë e shërimit. Duaja është pjesë e shërimit. E kështu me radhë, ato që ka i ka pranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se janë shërim. Prandaj Allahu është shëruesi. Dhe për Allah është lehtë me shëru kanë don. E shëron dikon me një pikë ujë, apo e dikon me një ondër e shëron, e dikon me çka don Allahu e shëron. Sepse kë nuk kupton se na duhet me i braktis sebepet e shërimit, duhet me ndjek ato sebepe, por jo me i stërmadhu. Apo jo mi egzageru deri në shkollë që me i bo vendimtare, mjekun me bo vendimtar medikamentin e kështu me radhë. Ja, vendimtar, vendimin për shërimin tonë nuk e merr mjeku, as ilaçi, por vendimin për shërimin tonë e merr Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj aty duhet me drejtu dhe aty duhet me dorëzuar. Dhe gjithashtu dobi e radhës këtu e kemi se a keni vërejt në këtë rast, domethënë i kemi pas 3 persona. I pari smut pelkurës, i dyti ka qenë i smut prej ramës flokëve tërësisht komplet. E i teti ka qenë i vert. Këta dy të parë dështuan për vim, ky verti e kaloi provimin. Thua pse? Pse i verti e kaloi provimin? A që ka qenë i verti e ka kthyer Allahu syt, ky e kaloi provimin. A ka edhe këtu një urësi që mund nxirr ato? Po, nga se i verti nuk ka pas shumë kohë, apo me engop ose me shiku lakmit e kësaj bote ato. Kemë me kuptu se shumica e sherrë vijnë për mes synit ato. Njëri e shën san e lakman pastaj e bën. Njëri mos me po për shembull, njerëz a kishin me lakmu në një lloj kerri të madh mos me po kur një vet. So lakman se nuk din që ekziston. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton se njeriu duhet me ul shikimin e tij ato. Me ul shikimin para çdo gjë që Allah e ka ndaluar me shikun të. Me shikun të që është ndaluar haram, ose mos me shikun në pasurinë e dikujt tjetër shikim lakmie, që çfarë keri, pas ka bo, çfarë shtëpie, pas ka bo, s'lakmojmë çka kanë bo tjerë. Lakmojmë në atë që ka bo dikush nëse e shfryzon rrugt të Allahut. Dikush e ka një kerr të mirë edhe e shfryzon rrugt të Allahut. E lakmojmë shfryzimin
por nuk e lakmojmë jetën. Prandaj ata tjerë kanë pas smunje, apo dhe sara kanë pas dikush thoshte ej lëmë ky me çfarë kure, ej lëmë ky sa parë ti pas ka, ata kanë pas tjerë të mirë. Gjithmonë të lakmu. Edhe kur e kanë bërë kët, apo s'kan paramenu mo jetën pa këto sena. Një lidh me mjetë e lidh. Andaj njëri ku lidh me mjetë ka pas probleme edhe një pikë të vogël. Ndërsa ai tjetri, ai s'ka pa kurr. Ai ka qenë i verbë tërësisht. Ai ka ditë që është mirë me pa, po s'ka ditë sa mirë njerëz, s'ka ditë sa mirë ton kjo sa mirë ai. Andaj lakmia ka qenë larg prej tina. Prandaj korridori që e mbush zemër me lakmi fatkeqësisht, dhe kjo lakmi pastaj e vendos lëvizje trupin e njerit në drejtim të gabuar është syni. Syni ka lidhje të posaçme me zemrën. Dhe nëse depërton diçka pe syni në zemër, problemi është me dal pastaj. Prandaj duhet me rrugë shikimin e sot ka mundsi. Andaj pejgamberi sot na ka mësuar se nëse lakmojmë diçka nga kjo botë, nuk e lakmojmë posedimin. Ky e posedon këtë, s'lakmojmë për këtë çështje. As në më përshtyp pëse dikush ka bu miliarda. Pse? Nëse në qoftë se si ka në rrugë të Allah xhallahu ala, do djegët zbashku me to vallahi sikur se letra. Nëse sta bon era e punë. Mirë po, e lakmojmë shfrytëzimin e dikujt. Dikujt që Allah ka abdija dhe e shfrytëzon për të mirë. E lakmojmë sa mirë që Allah ka abdija që sa hajër po bën. Ti ka pa Allah pasuri, alhamdulillah që sa mirë të shkakon nëse ky më pas, edhe unë kisha mu. Po, e lakmojmë shfrytëzimin. Ne duhet të ruhemi se syni vallahi subhanallahu është grabitçar i rrezikshëm, apo grabit pamje të rrezikshme që i instalon zemër dhe kur tu instalon prodhon lakmi të rrezikshme që ka pastaj njeriu vështirë të reziston përballë sprovave dhe fitnave të ndryshme. Për këtë arsye edhe është interesant pse ky njeri ka pas sukses në këtë tim e pse tani s'ka pas sukses. Dhe dobia e fundit që më ta i dho fund dhe ndruar është se ai njeri i fundit që Allah xhallahu ala ja ka rujt pasurinë. Duhet me kuptu një rregull. Ka në këtë botë veprime të cilat shpenzojnë. Veprime të cilat shpenzojnë. Dhe ka në këtë botë veprime të cilat nuk shpenzojnë, por akumulojnë dhe shtojnë. Çka nuk kupton kjo? Për shembull, nëse e keni gotë ujë në dorë, apo për aq se e kthen gotën ka goja, a akumulohet uji apo shpenzohet? Shpenzohet, nuk ruhet. As nuk shtohet, po shkon duke u paksu. Kjo është rregull. E merr gotën e kthen kështu te derë. Për aq sa e kthen gotën ka toka apo me derë, për aq zbrazet gota. Kjo rregull në çdo çështje. Mirë po, nuk është gjithmonë derdhja ajo që e shpenzon. Ja. E kur derdhë nuk shpenzon, kur derdh në rrugt të Allahut azh xhel, pasurinë tonë e jep fisabilillah, ktheje krejt që kështu apo, Allahu pa ta kthen dy fish në alta ato. Nga se ka thënë pejgamberi ma naqasa malun min sadaqa. Kjo rregull i pashlim ditën e gjykimit. Ma naqasa malun min sadaqa. Ka thënë pejgamberi sa nuk ka mundësi sadakaja me paku pasurinë kur. Të çush dikush hoq po ne kam 100 euro apo i do 50 veç 50 jesin apo. Ja. 50 me kësi kalkulime jesin 50 apo. Mi po për shembull Allahu xhalla xhelalu nëse çati 50 ja bereqet në 100-shit. Andodh ka herë. Andodh kanë pas 100 euro me shkuar 10 euro. E kanë pas 10 euro bereqet krym punë si pas 100 andodh kjo. Ndodh. A nuk qen ka domthon fuqia e pasurisë vetëm sasinë e saj. Por është edhe në bereqetin se sa ka bereqet. Andaj Allahu xhalla xhelalu ja bereqet e shton. Ma naqasa mal, me këtë rregull. Sa herë t'japsh nuk i harxhit. Sa herë t'japsh i shtu. Që kjo rregull që Allah ka bën këtë dynjë, kështu edhe në këtë botë, por e kështu edhe në botën tjetër. Krejt çka e ke qit për vetes tona, ki me gjet. Keç çka ke hungur vet, e ke harxhit. Prandaj njeriu që do me rujt punët e mira, është mirë me i do me dikon tjetër. Çdo gjë që ki nga mirësitë e caktuara, ndaj me kon ki mundsi. Duke mos e dëmtu vetë normalisht dhe familjen tonë, me mas dhe me maturi, por dua të them se këtë rregull pejgamberi duhet me marr vesh. Andaj shikoj kur ka ardhur Meleku, i ka thonë, a ma japni dele, që ka thonë? Khudh ma shet, vë da ma shet, merë qka dush, edhe le qka dush. Shiko këtë zemërgjërsi, e ka shpëllu Allah Gjelloj, ka thonë, ti e kryve, as ti dele nësë të marra, as du me të marra, krejti këtu jetë. Allah Gjelloj ka bo bereqet pasurin tona,
Andaj zemërgjërsia e tij, a ja ka harxhu pasurinë? Ja. Ja ka rujt dhe ja ka shtu pasurinë. Prandaj besimtarët e kooperacia janë dy terme diametralisht kundërta. S'takon kurkun hiç. Nuk paramendohet besimtari kooperac. Nuk paramendohet dështrëngum. Jo, paramendohet bujar. Paramendohet dërdhënës. Ai që kujt ka mundësi bën hajri, bën dobi, sa të ka mundësi. Nëse s'ka mundësi materialisht edhe fizikisht me ndihmu dikujt, i ndihmon spaku me fjalë të mirë. Kelimetun tayyiba sadaqa. Ka thënë pejgamberi sa fjala e mirë sadak. S'ka mundësi, Allahu të ndihmoft Allah. Ti qelt Allahu udh. Spaku e përkrah dikë, në fjalë të mirë thot. Qase kjo është sadak. Madje s'ka mundësi as fjalë të mirë. Ka thënë pejgamberi sa tabessumuka fi wajhi akhika sadaqa. Me buzëqesh një vëllau musliman. Në fytyrë, a je mirë? Sadak tash Allahu xhallahu xhallahu. Lëmosh tash se po jap apo. Prandaj besimtarët më kanë që gjithmonë incident të jetë bujar, të jap, të kontribon, dhe të jetë i bindur se sa më tepër jap, ndihmon, kontribon për hir të Allahut azza xal, jo për famë për emën, po për hir të Zotit bën këtë punë. Allahu xhallahu ala kur nuk kam jahu pasurinë. Kur. Dhe këtë them me bindje të plot, qase kështu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai kështu ka thonë, nuk humbet dhe nuk paksohet pasuria me dhënie. Ai ka thonë. Ne i besojmë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga sa të ka mësua Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj ata dy të partë menduan se duke mos jap e ruajnë pasurinë, Allahu ja shkatroi krejt. Krejt ja umur. Edhe shëndetin e pasurisë. Nëse ky të zemërgjon, s'kum pas kur s'kum pas. Apo edhe i këmërnu pa kurgjë. Ma ka thënë Allahu xhall, merr Allah sa dush. Merr alhamdulillah ka thënë Zoti për të tonë. Këti jap Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj pejgamberi ka dhënë e kanë pyet ashun kayfa kana yatasaddaqu Rasulullah. Qysh jep të lmosh pejgamberi, qysh një mali ke pejgamberi, kanë tasadduqa rajulin la yakhsha al-faqr. Jepte një dhënie që si dikush që ka garancë kur fukara lëku se ka pa. Qysh të jep pejgamberi? Si dikush që i ka garantuar Allahu që ty kush s'ka fukara lëku, qysh të jep? Ne duhet njëri me kon bujar, zemërgjon. Ka çështu ka qenë gjithmonë populli ndihmu me zveti, po na ka kaplu Allahu na rujt lakmia, zilia, na ka kaplu kooperacia, kështu më radh, dhe njerëzit mund të shtrëngum. Një mund të shtrëngum me ndëgju, apo sa njerëz kanë ku ndëgjon mendon se këta e mbu për sadakat e fitër me Allahun fund Ramazanit apo. Me uçu do të shoqër do mirë se ka kanë bërë keq apo. Nëse as ju mungon asgjë nga kjo dunia, subhanallahu, përveç se ju mungon zemra e pastër, po kjo ju mungon. Ju mungon kënaqësia me ato që Allahu ja ka dhënë. E duhet të njerëzit me koni i kënaqur me caktimin e Allahu xhallahu ala, u pajtu me ato që Allahu ja ka dhënë dhe me kon zemërgjon. Pasi kjo është ajo që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu xhallahu ala këtij tretit i harujti me falëndrim dhe bujari, ndërsa aty në dyve ja u shkatroi me gënjeshtër, me kooperacia dhe me mos falëndrim. Allahu ne madh lutem që të na ruan begatit tona dhe të na shton ato begati dhe Allahu ne lutem të na ruan nga çdo mos mirënjohje, mohim dhe begative të Allahu xhallahu ala dhe Allahu na bëf nga ata që janë të kënaqur me caktimin e Allahu xhallahu ala dhe të pajtimit me atë që Allahu xhallahu ala tyre u ka dhënë. Allahu shpëlbej për mendjen me kaq për do fund sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.